Si u sigurua mbështetja e Turqisë për mbrojtjen e Shqipërisë dhe Kosovës, 1999. Ishte e fundi I marsit 1999. Turqia ndodhej në pushimet e Bajramit të Madh, 9 ditë pushim zyrtar, por lufta nuk njeh festa. Në Ankara, zhvillimet në Kosovë dhe kërcënimet ndaj Shqipërisë ndiqeshin minutë pas minute. Më 29 mars 1999, në katin e dytë të ambasadës shqiptare në Ankara, ndodheshim vetëm unë dhe ambasadori. Papritur, ai hyri me shpejtësi në zyrën time dhe më kërkoi të shkoja urgjentisht në telefonin e tij. Në linjë ishte kryeministri I Shqipërisë, Pandeli Majko. Mesazhi ishte I qartë dhe alarmues. Forcat serbe po bombardonin territorin verior të Shqipërisë me artileri, ndërsa njësi zbulimi dhe trupa komando po hynin deri në 10 kilometra brenda territorit shqiptar. Shqipëria rrezikonte përfshirjen direkte në luftë. Detyra ishte e prerë, të realizohej një takim urgjent me kryeministrin e Turqisë, Bülent Ecevit, për të kërkuar një deklaratë të fortë politike në mbrojtje të sovranitetit të Shqipërisë dhe mbështetje konkrete ushtarake e logjistike për forcat e armatosura shqiptare. Brenda pak minutash, u kontaktua shefi I kabinetit e Ecevit. Takimi u konfirmua menjëherë. Vesha uniformën ushtarake të kolonelit dhe bashkë me ambasadorin u nisëm drejt kryeministrisë. Ankara ishte pothuajse boshatisur nga pushimet, por situata që na priste ishte gjithçka tjetër veç se e qetë. Në zyrën e kryeministrit Ecevit, pas urimeve për Bajramin, fillova t'i shpjegoj situatën, bombardimet, shkeljet e kufirit, akuzat e Beogradit ndaj Shqipërisë për bashkëpunim me NATO-n dhe rrezikun real që vendi ynë të përfshihej në luftë. Ecevit dëgjonte në heshtje, shënonte çdo detaj dhe nënvizonte çështjet kyçe. Pyetja e tij ishte thelbësore. A keni prova se Serbia po përgatit një mësymje të organizuar toksore? Përgjigjja ishte e matur por e sinqertë. Për momentin jo, por shkeljet dhe bombardimet ishin reale dhe situata mund të përshkallëzohej në çdo çast. Në atë moment, kryeministri turk mori në telefon shefin e shtatmadhërisë, Hüseyin Kivrikoglu. Biseda ishte e shkurtër por vendimtare. Kur mbylli telefonin, Ecevit u kthye dhe tha: "Zoti atashe, nesër në orën 09:30, ju presi në shtatmadhëri. Do të merren masa urgjente." Po atë mbrëmje, media turke transmetuan deklaratën historike të kryeministrit Ecevit. Turqia garantonte hapur mbrojtjen e kufive dhe integritetit territorial të Shqipërisë dhe deklaronte se nuk do të lejonte askënd të cenonte sovranitetin e saj. Kjo deklaratë u përhap në të gjitha agjencitë ndërkombëtare dhe ishte një mesazh I qartë për Beogradin. Ditët në vijim, delegacioni shqiptar I kryesuar nga Pandeli Majko u prit në Ankara nga presidenti Süleyman Demirel, kryeministri Ecevit dhe shtatmadhëria turke. Në këto takime, Turqia garantoi mbështetje të plotë ushtarake për Shqipërinë, madje edhe në rast se ajo do të detyrohej të hynte në luftë për të ndalur gjenocidin në Kosovë. Të nesërmen e takimit tim në shtatmadhëri, ndodhi ajo që pak kush e priste. U hapën depot ushtarake të Ankaras. Avionët e parë të transportit ushtarak u nisën drejt Shqipërisë me pajisje, armatime dhe materiale logjistike. Paralelisht, Shqipëria kishte vënë në gatishmëri mbi 60% të forcave të saj në veri, përfshirë brigadën e tankeve nga Tirana. Mesazhi ishte I qartë: kufit nuk do të kaloheshin. Në nivel ndërkombëtar, kur Greqia refuzoi hapjen e korridorit ajror për NATO-n, Turqia mori një vendim strategjik: hapjen e bazave ajrore të saj dhe dislokimin e avioneve F-16, duke krijuar një korridor të ri bombardimi ndaj Serbisë. Turqia ishte I vetmi vend I NATO-s që mbështeti hapur edhe operacionet toksore kundër regjimit të Miloševićit. Ky presion shumë dimensional çoi në gjunjëzimin e tij. Pas përfundimit të luftës, Turqia dërgoi 1087 trupa ushtarake në Kosovë, në kuadër të forcave paqërruese, duke vullosur rolin e saj vendimtar. Në kulmin e krizës humanitare, forcat e armatosura shqiptare me sakrifica të jashtëzakonshme menaxhuan evakuimin e qindra mijëra civilëve shqiptar nga Kosova. Ishte një nga momentet më të vështira dhe më dinjitoze të historisë sonë moderne. Gjatë luftës së Kosovës, Shqipëria luajti një rol kyç politik, ushtarak dhe humanitar, duke shndruar në bazën kryesore të rezistencës dhe shpëtimit të popullsisë shqiptare. Në këtë përballje historike, Turqia ishte aleati më I fuqishëm dhe më I vendosur I Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Bashkëpunimi strategjik Shqipëri-Turqi siguroi mbrojtjen e kufive shqiptar, presionin ushtarak ndaj Serbisë dhe mbështetjen direkte për çlirimin e Kosovës.
Ky bosht vendimtar, politik dhe ushtarak ishte një nga faktorët kryesor që çoi në ndalimin e gjenocidit dhe në fitoren historike të shqiptarëve. Nuk duhet ta harrojmë edhe mbështetjen e Amerikës, që ishte vendimtare në fitoren e luftës. Turqia ishte shteti i vetëm që arriti të ndalë flotën ruse. Ajo nuk i dha lejë të kalonte në Bosfor.